Nga familja agjerojnë Ramazanin, por nuk falen. Pyetje me vend. Agjerimi ju pranohet. Gjithsesi. Gjithsesi se Allahu fuqiplot namazin, zeqatin, agjerimin, haxhin i ka bë shtylla të Islamit. Këto janë shtylla që e mojnë Islamin, e mojnë fejnë, e mojnë dinin. Dhe ne nuk ju themi asnjëherë që mos agjeroni nëse nuk falesh, se nuk u pranohet agjerimi. Besa dhe nuk jemi kompetent mi u tregu njerëzve se çka pranohet e çka nuk pranohet, e Zoti më ndërhyn në mëshirën edhe rahmetin e Zotit fuqiplot. Aq më tepër kur ai ka thonë për agjerimin se ai bëhet për mua dhe unë e shpërblej ata. Kush jemi ne me gjykut të kundërtën apo me ndërhyrje në këtë lidhje të Zotit me robën e vet. Por megjithatë, namazi është